Al Pacino, një jetë mes vështirësive, pasioneve dhe triumfit. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. Ndiqeni deri në fund që të mësoni gjëra interesante që do t'ju vlejnë në jetë. Al Pacino, i lindur si Alfredo James Pacino më 25 prill 1940, është një nga aktorët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Nga rrugët e ashpra të bronzit në skenat më prestigjioze të Hollywoodit dhe Broadwayit, historia e tij është një testament i qëndrueshmërisë, talentit dhe aftësisë për të gjetur kuptim në mes të kaosit. Jeta e Pacinos është një shembull i gjallë i shumë ligjeve të jetës, si së pari dhemb, pastaj të bën më të fortë dhe ndonjëherë fiton, ndonjëherë mëson. Le të eksplorojmë fillimet e tij të vështira, sfidat personale, sukseset legjendare dhe disa histori reale që e bëjnë atë një figurë kaq të jashtëzakonshme. Fillimet, një fëmijë në hije. Pacino lindi në Manhattan, New York, në një familje me origjinë italiane. Prindërit e tij, Salvatore Pacino dhe Rose Gerard, u divorcuan kur ai ishte vetëm 2 vjeç. Al u rrit me nënën dhe gjyshërit nga nëna në Bronx, një lagje e varfër ku ëndrat shpesh mbyteshin nga realiteti i ashpër. Gjyshërit e tij, emigrant nga Sicilia, i dhan dashuri dhe mbështetje, por jeta nuk ishte e lehtë. Siç kujtonte Pacino, fëmijëria e tij kaloi mes varfërisë dhe një ndjenje të vazhdueshme të pasigurisë. Në moshën 17 vjeçare, ai braktisi shkollën dhe filloi të punonte si kamarier, lajmtar dhe punëtor ndërtimi për të mbajtur veten dhe nënën e tij. Pasioni për aktrimin lindi herët, i nxitur nga filmat që shikonte me gjyshen e tij dhe nga aftësia e tij për të imituar personazhe. Por rruga drejt skenës nuk ishte e shtruar. Pacino u përball me refuzime të panumërta dhe vështirësi financiare ndërsa ndiqte ëndrrën e tij në një botë ku suksesi dukej i parritshëm. Vështirësitë, humbje dhe lufta me demonët e brendshëm. Një nga momentet më të errëta në jetën e Pacinos erdhi në fillim të 20-ave. Në 1962, nëna e tij vdiq në moshën 43 vjeçare dhe një vit më pas, gjyshi i tij nga nëna, një nga njerëzit më të afërt, ndroi jetë. Pacino e përshkroi këtë periudhë si pikën më të ulët të jetës sime, duke thënë: "Isha 22 vjeç dhe 2 njerëzit më me ndikim në jetën time kishin ikur, kështu që dola jashtë kontrollit." Këto humbje e zhytën atë në një spirale vetmie dhe abuzimi me alkoolin, një betejë që do ta ndiqte për vite. Pavarësisht këtyre sfidave, Pacino gjeti stren në aktrim. Ai studioi në HBO Studio dhe më pas në Actors Studio, ku mentorua nga legjenda Lee Strasberg. Strasberg e mësoi atë aktrimin metodik, një teknikë që Pacino e përdori për të sjellë intensitet emocional në rolet e tij. Por rruga drejt suksesit ishte e gjallë. Ai kaloi vite duke luajtur në teatro të vogla dhe duke u përballur me pasiguri financiare, shpesh duke fjetur në rrugë ose në shtëpitë e miqve. Sukseset, nga Broadway në Hollywood. Pika kthese erdhi në 1969, kur Pacino debutoi në Broadway me shfaqjen Does Tiger Wear a Necktie, duke fituar çmimin Tony për aktorin më të mirë. Kjo e çoi atë drejt roleve në film dhe në 1972 ai u katapultua në famë botërore me rolin e Michael Corleone në The Godfather. Regjisori Francis Ford Coppola pa diçka unike në intensitetin e tij të heshtur dhe roli i Corleones, një njeri i ndarë mes detyrës dhe moralit, u bë një nga personazhet më ikonik të kinemas. Karriera e Pacinos lulëzoi me role të paharrueshme si Tony Montana në Scarface 1983, Franco Serpico në Serpico 1973 dhe lieutenant kolonel Franco Slade në Scent of a Woman 1992, për të cilin fitoi çmimin Oscar për aktorin më të mirë. Ai ka fituar gjithashtu 2 çmime Tony, 2 Emmy, 4 Golden Globe dhe nderime si National Medal of Arts 2011 dhe Kennedy Center Honors 2016. Suksesi i tij nuk erdhi vetëm nga talenti, por nga përkushtimi i tij për të jetuar çdo rol, duke mishëruar ligjin e jetës, jep maksimumin tënd dhe beso në proces. Histori reale, jeta jashtë skenës. Jeta personale e Pacinos është po aq komplekse sa rolet e tij. Ai kur nuk u martua, por ka 4 fëmijë: Julie Marie me Jenna Tarrant, binjakët Anton dhe Olivia me Beverly D'Angelo dhe Roman, i lindur në 2023 me partneren Noor Alfalla, kur Pacino ishte 83 vjeç. Të qenit baba e ka transformuar atë. Në kujtimet e tij sa njubu, ai shkruan: "Është kaq e mrekullueshme të kesh fëmijë. Më ndryshoi mënyrën se si e shikoja jetën. Ideja që fokusohesh te njerëzit e tjerë, jo te vetja, te fëmijët e tuaja ku është dashuria e vërtetë." Pacino gjithashtu luftoi me varësinë nga alkooli për dekada, një betejë që pothuajse i kushtoi karrierën. Në një postim në rrjetet sociale, thuhet se ai e ka përceu varësinë dhe u bë më i fortë nga momentet e vështira, një shembull i ligjit të jetës. Momenti yt më i errët mund të paraprijë gjën më të mirë që të ka ndodhur ndonjëherë. Në 2020, ai pothuajse humbi jetën nga COVID-19, por mbijetoi duke reflektuar mbi brishtësinë e jetës në kujtimet e tij. Përfundim, një jetë që pasqyron ligjet e jetës. Historia e Al Pacinos është një pasqyrë e shumë ligjeve të jetës të artikullit të mëparshëm.
Nga humbjet e hershme dhe varfëria, ai mësoi se dështimi është një goditje, jo një tatuazh. Nga sukseset e tij, ai mishëroi për të qenë më i miri, duhet të jesh në gjendje të përballosh më të keqen. Dhe nga jeta e tij personale, ai na kujton se familja që krijon është më e rëndësishme se familja nga e cila vjen. Pacino është dëshmi se, pavarësisht vështirësive, jeta mund të jetë një mundësi unike për të krijuar diçka të jashtëzakonshme, nëse vazhdon të ecësh përpara me pasion dhe qëllim.